Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me gjithë zemër, duke ju uruar që kjo ditë t'ju falë shumë çka. Jo vetëm nga planet që ju keni thurur, por edhe me surpriza të këndshme, duke menduar që çdo gjë të ecë mirë dhe bukur në ecurinë tuaj. Kur fton në studio të rinj që pasionin, dëshirën, talentin e mbështesin në një aktivitet të bollshëm, por edhe në ecurinë më serioze që ndërmerr, natyrisht të bën të mendosh se çdo hap i tyre është i sigurt. Nëse i drejtohesh një artisti i cili figurën e tij e plotson me një ecuri të mirë në studimin e muzikës, në aplikimin e saj, madje edhe në ecurinë e viteve, bindesh që ky talent tashmë ka një rrugë të shtruar dhe që shtrohet vazhdimisht. I them këto fjalë sepse kur mendoj për artistë të cilët me seriozitetin dhe përgjegjësinë që u jep skena punojnë vazhdimisht për të arritur më të mirën e tyre, nuk ka si të mos kesh një konsiderat të veçantë. E ftuara ime sot është një artiste e re, muzikante, këngëtare. Ajo quhet Josefina Simoni. Mirëmëngjes Josefina, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes, mirë se të kam gjetur dhe faleminderit për prezantimin shumë bukur. Në fakt ndjesia që kam gjithmonë kur ftoj artist, por sidomos kur ata janë të rinj, lidhet me një dyzim. Kur ju shoh në skenë, më duket diçka shumë kurioze të di mbi ecurinë e këtij artisti apo kësaj artiste të re. Kur vini këtu në studio, më dukeni si miqët e shokët ka hershëm. Kjo sepse thjeshtësia, komunikimi me buzëqeshjen, me fjalën, me syt, e bën më të çlirët bisedën. Nuk e di nëse je gjithmonë me këtë hap dhe fillon ditën kështu. Po, natyrisht skena, aktivitetet ka një magji tjetër edhe gjithse cili për nesh në jetën e përditshme është një njeri normal, edhe shpresoj me kam tokë, kurse skena të jep një imazh tjetër edhe tek publiku. Dalja e fundit në skenë, sipas meje, nuk e di nëse ke pasur ndonjë tjetër, është Dasma Shkodrane. Dasma Shkodrane, një festë e mrekullueshme, ky projekt i realizuar në qendrën rinore Arka, në Nokelion Muzika mbi gjithë kufit, në drejtimin e maestro profesor Lorenz Radovanit, gjithmonë jo vetëm lançoi, por përfshiu në skenë dhe tek publiku një atmosferë të jashtëzakonshme. Ishe aty për të performuar, për të kënduar, por edhe për të ndjerë shumë afër në muzikën shkodrane, apo jo? Po, në fakt ky është aktiviteti i dytë që unë marr pjesë, që zhvillohet nga qendra rinore Arka. Dhe mund të them që me Dasma Shkodrane ke një njësi krejt tjetër. Unë jam e re, edhe jam shkodrane, këtu kam lind, edhe po rritem, po shumë gjana nuk i kam ditë, shumë këngë, shumë njohuri për kompozitorët tanë, për muzikën tonë. Edhe e kam thënë edhe një intervistë që ishte si tip shkollet, edhe një informacion i marr në mënyrën më të bukur të mundshme, nëse ato njohuri do të më kishin thënë me fjalë një orë histori e muzikës, ndoshta do t'i kisha majt mend, edhe ndërkohë që i përjeton vetë, futesh në brendin e asaj gjasë që është Dasma Shkodrane, atëherë moshesh me... Ti ke kënduar disa këngë aty, dhe besoj se ka qenë edhe përzgjedhja jote, por edhe i e përshtatur atij spektaklit të bukur që ishte i natyrshëm, natyral. Si u ndjeve në realizimin e këtyre këngëve? Në fakt edhe ma kanë thonë, po edhe e di vetë që më shkojnë shumë këngët qytetare shkodrane. Edhe kam kënu profesor Lorenzi është vërtet
muzikant, artist I mrekullueshëm, po është edhe njëri shumë I mirë. Edhe gjithmonë më ka lënë shumë të lirë për me zgjallë. Edhe kam kënu ato këngë që unë tamani kam këtu brenda zemrës, që një ndër to ka kenë, për mu pas ka kenë kismet. Është disa të herë që unë e kënoj atë këngë dhe është kënga jam absolutisht e preferume në këngët Shkodrane, Jare. Një Jare, por që Jaret Shkodrane janë arje. Apo jo, kanë një mjeshtri në interpretimin. E pate me qenë se ti je këngëtare për masave më të gjëra, akoma më të gjëra, do të thënë, ka disa lloje këngësh që interpreton. Sa të ka ndihmuar ose si erdhi natyrshëm kjo Jare Shkodrane tek ti? Për shembull, më dash me kënu një këngë të një kulture tjetër. Duhet me studiu një farë mënyret. Kurse është jo çuditshme, po kur vjen puna me kënu këngë të vendit tanë vjen shumë natyrale. Edhe pa vështirësi. Sepse unë jam rrit me këto këngë. Që ishe vogël, mandej është gjatë tjetër, njeriu rritet, rebelohet, don me një, don me pa dhe kultura tjera, muzikë tjetër don me një, ka nevojë veshi për me një shumë, që me zgjallë me një atë ku jeti vërtet. Interesante është sepse ti megjithse ke një moshë të re dhe je artiste e re, për gjatë gjithë periudhave të ndryshme të jetës që nga voglia deri tani që sapo I diplomuar, ke kaluar në lloje të ndryshme interpretimesh, sa në këngën për fëmijë, në këngën më pas të festivaleve, në muzikën e huaj, kryesisht angleze, këngëtare grupeve, muzikë popullore, pra ke një spektër të madh interpretimesh. Kjo lidhet me dëshirat tuaja, me kërkesat e viteve tuaja, si vijnë këto pikërisht këto interpretime? Në fakt gjithçka është absolutisht e pamenume. Gjithçka lidhet me dëshirën për muzikë, edhe që ishe vogël e maj më në vedin që kisha dëshirë me kenë në çdo ambient ku mund të kënosha, mund të shpreja atë që kam brenda vetes. Edhe nuk e kam vu vetit shumë kufizime, nështë ka keni periudhë që u fiksova në disa rryma caktume, po e mira është me e lanë vetin të lirë, edhe mi provu tane, nëse ti mund t'i bash, se mos mi ba, do thonë mos me kufizu veten. Kur ke dalë për herë të parë në skenë? 6 vjeqe. 6 vjeqe. Tek bilbilet e vegjël. Po ti më herët këndoje diku në ambientin tënd, prandaj të morën për dorë apo shkove vetë? Ja, absolutisht. Nuk e di, nëse, do të thonë, kam pas fatin që vllajem ka fillu me studiu kitarë. Aldo. E përshëndesim Aldo. Edhe thash, nuk është se më ka detyru dikush me kënu, është diçka që vjen. Është një qasje natyrale. Mama më thotë gjithmonë që edhe pa fol, e mashë ritmin, sa herë që nishe muzikë rakushe ndryshe. Edhe me Aldon më ne kena fillu qysh 4-5 vjeqe të kënu Luleboren, si duka ti vogël je, I kam bile dhe të filmume. Edhe në shumë natyrale, derisa njerëzit e rreth rrotull dhe thane babit që se vajza ka vesh muzike, që e di kom të anëjnë edhe. Më kanë qute mësusja e muzikës në klasë parë edhe e manoj më ka marrë në çdo aktivitet që bëhet e qendra kulturore e fëmijëve, te festivalet e fëmijëve. Çfarë këngë ke kënduar tek bilbilat? Kënga e parë ka qenë Motra ime jeta. Motra ime jeta, ta sheta. Kjo është. Dhe shumë emocion, më thonë kur e mëndon. Nuk e di që me thonë. Edhe më pas, ajo skenë të bë pothuajse e natyrshme, tek bilbilat, tek fëmia jam është te bilbilat. Më thonë, vetëm e majmë vetin vogël që baba më qote me biciklet, e merte, për disa orë rrishim aty duke ba prova. Edhe ka kanë një fëmini e mrekullueshme, me muzikë, me fëmijë, me gëzim, me hare, me... Që shumë e bukur. Po erdhi një moment që
kalove nga qendra kulturore e fëmijëve, nga mësues kujtimi, të cilën e kujtojmë gjithmonë me respekt, dhe gjite një skenë më të madhe aty tek Gjeniu, ku vërtet natyrisht ishte një konkurrencë akoma më e fortë. Po, Gjeniu mbetet aktivitet për fëmijë, edhe por diçka më serioze, ndoshta edhe pak e frikshme në thojza, sepse nuk ishin në Shkodër, ishin në Tiranë, dhe fëmijët vishin nga çdo qytet. Në fakt, Gjenion unë e kam shiju jashtëzakonisht shumë. Do thonë, unë nuk e di kur e kujtoj se kush kam kënë, se kam kënë një që lirshme, po si duket jam një shumë rahat. Është çiltërsia, sinqeriteti i fëmijës. Fiks, dhe e kam shiju shumë, jam kënaqur shumë bile, edhe kur shoh videot, e shoh vetin që jam shumë ekstroverte në skene, jam shumë e gëzuar dhe më vjen mirë që kam përjetuar në atë mënyrë. Edhe jam rrit shumë sepse një skenë shumë më e madhe, ishe drejt për drejt, të shifte tonë Shqipnia, dritat publiku, gjithçka ishte dy fish më shumë se ajo që isha mësuar. Edhe normalisht të rrit profesionalisht është. Në fakt, fëmijët janë pothuajse gjeni në fillimet e tyre. Dhe është shumë e rëndësishme të ushqesh, të mbështetësh. Ke pasur ndonjë mbështetje të veçantë që të ka dorë trokitur këtu thellë në zemër, të ka thënë vazhdo, se je shumë bukur. Absolutisht, familja. Mama dhe baba nuk mund të mendoj asnjë njeri tjetër përveç vetëm. Mbështetja ka qenë e vazhdueshme dhe gjithashtu shumë natyrale. Jo duke të bë presion, ose duke të thënë ti je më mira, ose etj, këto fjalë që shkojnë përtej, sepse fëmia për çdo prind është më i miri në botë. Po e kanë po që kam dëshirë për muzikë, dhe mbështetja aty në ka qenë shumë natyrale, thjesht duke më çuar aty, duke më prit. Kanë lidhje me muzikën prindrit tuaj apo? Kanë të dy vesh muziket, po nuk është se kanë vunë jetë. Megjithatë, mëzimet familjare jeni të gjithë solist. Patjetër. Josefin, periudha e fëmijërisë është e mrekullueshme, por vjen një moment kur duhet të ndahet, them unë, ai zjarr i brendshëm, sinqeritet fëmijëror, nga ai drejtim që duhet të marr për të formuar në një farë mënyrë një personalitet, për të marrë një drejtim të caktuar. Si erdhi tek ty marrja me muzikë? Ti the do merrem me muzikë. Dhe këtë e ke konkretizuar me aktivitetin tënd. Është diçka që e lin brenda vetes. Edhe ti nuk e kupton, por thjesht e gjen vetin një pikë që unë i kam fut rrugës së muzikës shumë thellë, domethënë kjo ka ndjen veten. Kjo ka rruga ime, thjesht e gjen veten në momentin që fillon e mendon dhe analizon më shumë për zgjedhjet tuaja, thjesht. Në ato momente ti për shembull ke marr rrugën drejt shkollës artistike për një kohë. Dhe zgjodha një instrument. Qysh mos Gjeniot, vendosa me hin shkollë muzikës për studimin e kitarës klasike. Edhe mendoj që më ka bërë shumë mirë, sepse me njoft një instrument, me kanë kontakt me muzikën në shkollë, është diçka tjetër, se sa thjesht me kënu. Si të ka ndihmuar kitara dhe vokali? Domethënë si kanë ecur paralelisht? Atëherë, nuk e di është pozitive e negative, po mes tyre dyjave unë gjithmonë kam pas prioritet këndimin, sepse ashtu jam rrit, edhe është gjoja që e bëj me një lehtësi edhe me një naturalitet që nuk ka shkollës mësues që ta mëson. Kitarët ndihmon absolutisht për veshin, për rritjen tënde artistike, do të thonë ke një vlerë ndoshta më shumë në botën e muzikës, i futesh profesionalisht, me njoft një instrument është diçka shumë e vlefshme, edhe shumë plotësuese njëkohësisht. Dhe pavarësisht se studimet e mia kanë qenë klasike, edhe prirja jam ndaj muzikës, duke e kënduar është muzika e lehtë, muzika e huaj. Po që kam gjetë një të mesme dhe
Madje me sa kam parë, ju nuk jeni ndarë me kitarën. Keni marrë pjesë te koncertet e mësues Drita Mlikës, profesorin e përshëndesim. Pra, jeni aty pranë kitarës, pavarësisht se drejtimi yt pastaj më profesional ishte pa tjetër. Mu më ka pëlqyer shumë kitara dhe thjesht kam kanë pak demele, më thotë profesori gjithmonë, po që i kam ra mirë, edhe në çdo koncert që ka bë Sustani, kam kanë prezent absolutisht. Edhe tash ka kohë që unë jam shkruar për kitarës edhe për shkollën e muzikës. Ka bërë të njëjtin aktivitet. Po. We play guitar. Yes. Edhe por këtë radhë kam kanë si këngëtare. Po, në një moment edhe? Jo, nuk ka pas asnjë moment që unë kam marrë kitarë, sepse kam shumë emocione për me lujt kitarë dhe me kënu. Gjatë kësaj periudhe të adoleshencës, Josefina Simoni ka një aktivitet të pasur me muzikën. Ajo merr pjesë tek festivalet e fundvitit në radio televizion, te Kënga Magjike, në hyrje të programit, më parë dëgjuam këngën Nata e Bardhë në Kënga Magjike 2015, por janë disa aktivitete të muzikës së lehtë. Ti u drejtove këtij lloji të këngës. Po, njeriu detyrimisht shkon aty ku rre më shumë. Edhe absolutisht më ka pëlqyer gjithmonë muzika moderne, muzika lehtë. Edhe festivalet janë një derë që mund të prezantosh veten me materialet tuaja. Po, më thënë kompozimet nuk janë të mia, po që interpretimi është origjinal. Edhe është një shkallë më lart prej këngëve të fëmijëve dhe prej këngës së tjera kujt të botës që ti bën cover. Të prezantosh një këngë tonë është diçka më rëndësishme. Edhe për mua ka qenë eksperiencë shumë e bukur, shumë emocionuese në fakt, sepse sa kam marrë dhe të urrit, emocionet janë shtu, sepse shtohet përgjegjësia, ti nuk del në skenë vetëm të kthye, të kënaq. Kënaqësia ekziston gjithmonë, po ka edhe një lloj seriozitetit. Muzika është serioze. Muzika nuk është vetëm me kthy edhe me kanë për 3 minuta dhe me harru. Muzika është serioze, muzika është edukat, është kulturë, është. Edhe atëherë duhet më marrë seriozisht. Cilat kanë qenë disa nga sfidat tuaja, sepse ti hysh me seriozitet një rrugë, do të thotë të mos ka përcesh gur më gur, po ta ngjisësh mirë këmbën në tokë dhe të bësh hapa të menduar. Kjo ka qenë edhe qëllimi im, në fakt, unë nuk jam e ngutshme. Thjesht i marr gjanat hapas hapit, sepse kam dhe natyrën e tij. Edhe vështirësi ka, absolutisht, ka njeriu me veten e vet në radhë parë se ku du me shku, që du me bë, si du me prezentu vetin me botën, që kam rëna vetes, si t'ja prezentoj, si t'a bëj me mrit tek njerëzit. Ke pasur vështirësi? Absolutisht, më ne ke edhe vështirësi sepse hasesh me lloj njerëzish, dikush ne nuk kena me kanë pëlqyeshëm për çdo njeri në këtë botë. Natyrisht. Edhe kjo është gjë më normale dhe më e pranueshme, po njeriu e pranon kur vjen në një moshë që rritet edhe logjikon edhe i analizon gjanat. Po kur je fëmijë, ndoshta të vret pak, sepse ti del me çildërsinë më të madhe në botë, edhe me dashurinë më të madhe në botë, edhe me sinqeritet shumë të madh. Edhe njerëzit nuk ta kuptojnë edhe ti. Unë mendoj se sinqeriteti në interpretim dhe në komunikim është një nga armët tuaja të forta. Unë tentoj me kanë vetvetja, jo tentoj se fjala e gabuar, po rri ashtu siç jam, edhe nuk është diçka e menduar, thjesht ka edhe anë të mira dhe anë të jo të mira. More pjesë në The Voice. Po. Që është akoma më lart në shkallë. The Voice është pa qendër pres është
Para festivaleve. Para festivaleve. Para festivaleve. Por çfarë diçka. Çfarë credoje të dha pikërisht ky kompeticion? Voice të shko pas tonë vëmendjen teme dhe seriozitetin tem. Tashmë e ndërgjegjshme. E ndërgjegjshme shumë. Edhe Jo se ka qenë e pa ndërgjegjshme më përpara, po si fëmijë kishe disa ndjesi tepër të qiltra, kurse tani? Unë të Voice në fakt kam kanë konkurrentja më e vogël sepse të Voice kam kanë 14 vjeçë. Edhe prap kur e mendon fëmijëm, natyrisht. por duken se unë konkuroja me njerëz që ishin ta 20 e sipër. Ajo detyrimisht bën edhe ty mundi më madhe dhe më serioze, sepse është aktivitet serioz, është një konkurs shumë delikat. Edhe kishe njerëz nga tanë Shqipënia, konkurrent nga tanë Shqipënia dhe nga Kosova. Ndoshta ndonjë tek tu kishte ardhur edhe nga jashtë, shqiptar, po që. Po. Edhe konkurenca ishte shumë e fortë dhe ti do të shtrëngoshe që më dhanë performancë mirë, po edhe me arrit dikon, sepse konkurset këtë kanë, ti hin, do ta shijosh, po është e pamujtë me evitu atë pjesën e konkurimit. Don me dalë mirë edhe po e do është keqen kujt normalisht. Edhe lufton për me shku sa më larg. Në Voice kam shku deri në finale edhe ishte masa mjaftueshëm për moshën edhe për momentin. Unë do të thosha absolutisht shumë bukur. Apo jo? Unë jam krejt e lumtur. Unë nuk kam kanë asnjëherë vajza që merrte çmime. Nuk kam marrë shumë pak çmime, nuk e di. Ai kam 2 ta njëjtën teme. Edhe kjo po ti e re. Jo, po kam bërë shumë aktivitete për me pas mundësi për me marrë. Thash, ndoshta kur kam qenë e vogël, më kanë mërzit pak, ama e kam pa që çmimi është gjaja fundit që të bën ty me kanë muzikë, është shpirti edhe dëshira që ti ke për muzikën, sepse unë asnjë moment nuk jam demoralizuar dhe nuk kam stopu së kënduari. Është diçka që është vetë jeta jame, çmim ose jo, unë do të vazhdoj me më sepse mendoj që kam lidhur për këtë punë. Si vijojnë aktivitetet tek Josefina? Mendoj ka kanë edhe fokusit të shkolla mas festivaleve. Po. Ka fillu muzika live. Herë të para kam kanë për shumë kohë në fakt me vllahën tim. Edhe muzika live ka kanë një eksperiencë tjetër. Unë isha mësuar gjithmonë, kam kanë fëmijë skenash. Edhe ka shumë gjëra bukur më rrit në atë mënyrë, po live-i më ishte një realitet tjetër. Është një komunikim ndrysh. Që njerëzit shumë afër, je i vetë zot vetë shkop. Nuk është se të prezanton dikush, do të vetë prezantohesh, do ta mbash gjithçka ti vetë. Edhe live-it i kam fillu 15 vjeçë. Sa e vogël. Shumë e vogël. Edhe kanë kanë çuditshme në fakt se më thotë edhe vllai, jo, mos heke idenë e skenës për momentin, mos pretendo që mos çdo këngë kanë me trash plak ose sepse unë isha mësuar ashtu. Edhe për një realitet dën pa kohë për mua për shkak. Por që janë live-et kanë shumë të vlefshme. Edhe shpesh herë kam marrë edhe emocione shumë më shumë se në skenë. Sepse është diçka më intime dhe ke publikun më afër dhe komunikimi është më realist. Ti e vijove rrugën e muzikës edhe me studimet e larta, që do të thotë se tashmë ti i ngulur pikërisht tek sfera e muzikës. Si kanë qenë këto studime për ty? Në faktor mas gjimnazit që mbylla me kitarë, vendosa me studiu shkollën e naltë për pedagogji muzikore. Edhe kjo zgjallje ka kanë në fakt e mendume, sepse më pëlqen shumë që jo tani, po mas disa vitesh, gjithçka që kam fituar eksperiencën teme, t'ja jep dikujt. Edhe nuk ka gjë më fisnike dhe më të bukur. Edhe të e njoh veten si njeri që nuk kursehem. Edhe jam gjanë me shumë pasërti edhe me shumë dëshirë, atëherë mendova që ky është një deg fix për mua. Tash nuk e marr përsipër, absolutisht, sepse po kanë unë shumë e formuar. Unë tamam kam kryer bachelorin, më duhet edhe një master.
për me mbyll në mënyrë Të plot. po. Po që nuk është kjo që të ban që ti me kenë gati. Kam shumë dëshirë për më rrit pra profesionalisht me pa boten, me marrë informacione edhe për jashtë. Edhe pse jo, më këthy ose jo nuk e kam vendosur, po që të kem kontakt me fëmijë. Nga që edhe i du shumë. Zemër e Për me këndshme. për mi e dhanë muzikën është Ato që njohin më thellë artisten Josefina Simoni është se ajo interpreton në mënyrë shumë të veçantë dhe të bukur këngët e huaja. Këngë kryesisht angleze, po, portugeze. po. Si je në kontakt pikërisht me këtë lloj muzike dhe si e realizon? Po, me muzikën angleze që ish mas gjeniot, me gjithë se edhe të gjeniot unë kam kënu vetëm këngë shqip, me sa maj mëm, sepse profesori jem që isha të grupi ti, Roberta Lia, ishte i fiksum, që unë të kënoja vetëm shqip. Mandej ka ardhe shumë natyrshëm prej live-eve. Po. Ti në live do të kënosh, do të thonë, do të rish karakterin tanë, por do të kënosh lloj këngësh, jo vetëm shqip. Do të kënosh të huja, angleze, italiane. Edhe vjene zgjerohet repertori, edhe për mu kjo pjesa të kënduarit këngë të huja është një gjë shumë pozitive, dikush këtu, sepse jam has me shumë njerëz fanatik, jo po këno këngën tonë, jo po të vendit tonë, kjo s'do me thonë gjë mirë nesh. Identiteti, Absolutisht, jo. kjo është një rritje, si këngëtare, si muzikante, si sa më shumë të nish, edhe të kënosh, aq më mirë është, aq më plotësume je, sepse duke nish shumë edhe duke provu shumë rrymë ti, atëherë mund është me vendos deri një farë pike, sepse se ku rre, edhe ku jeti ma përshtatshme, po duke qëndruar në dy gjana të përsëritshme ti s'ke si rritesh, që është diçka shumë pozitive me një muzikën që ka bota, sepse keqa mësën, keqa merr. Ti provuar të jesh edhe këngëtare i një grupi. Po, All in shumë band. grupeve, unë gjithmonë, Shumë grupeve. sepse live-et me grupe zhvillohen, ose duo, ose trio, ose 4, 5, 6, varet se sa. Ka fillu me vllon tem, fillimisht vetëm me një gitar, akustik, mandej kam pas grup në Shkodër që unë ato djem që kam punu qysh 15 vjeç që i kam ala miq, edhe ala sot punoj me ta. Është grupi? Nuk kena një emër, gjithmonë ka Josefina në band, po do të përmendë përveç vllas tem, Antonio Fierza është pianist, edhe ai ko kanë me mua qysh live të parë edhe ala sot e kam krameja dhe ka edhe shumë muzikantë të tjerë në Shkodër. Kur shkova në Tiranë për studime, bëna pjesë e grupit All In. 5 djem, shumë punëtor që kishin kriju emnin e tyne në Tiranë, edhe për mu ishte diçka shumë e mirë për atë kohë sa qëndrova në Tiranë, sepse ishte një prezantim i denjë, ashtu siç Po. e meritoj mendoj. Po. Me pas një grup të lidhun fort me njëri tjetrin, edhe mos mendoj shumë të kërkua, dhe ishte diçka që ardhi në momentin e duhur, edhe kena vazhdu deri në momentin që unë ktheva në Shkodër mendoj edhe. Natyrisht Shkodra është një qytet me kulturë, me tradita, me aktivitete. Megjithatë, për një këngëtare si ty, Josefin, aktiviteti është jetëdhënës. Përveç aktiviteteve që lançohen në rreth, ku e gjen veten? Do të dëshiroje më shumë aktivitet, apo e ke të ritmik këtë aktivitet? Jo, kjo është vetë jeta jame, është zhvilluar në këtë mënyrë. Do thonë, nuk më mend që kam pas një javë pa aktivitet. Një javë pushim. Kur e kam vendosur vetë që me bë pushim. Sepse është aty, sepse edhe live i aktivitet është. Absolutisht. Edhe nuk e shoh dot ndryshe jetën time, është diçka si shkojnë njerëzit në punë për ditë, ashtu është edhe për mua aktiviteti çdo fondjavë. Është puna jame, sepse tashmë është edhe punë, sepse vetëm punë që unë kam është me muzikë. Mendon të realizosh ndonjë projekt të veçantë?
kjo është aja pika kyçe që duhet të ketë një artist, për mu qujtë artist. Që të ketë krijimet e veta dhe të shprehin veten e... Me sa di me muzikën je mjaft afër në krijimtari. Nuk e di nëse ke ndonjë këngë tënde ose po përgatit diçka të tillë. Kam këngët mia, po që nuk janë kompozimet mia. Edhe nga që nuk jam mësu, edhe është botë e re, sepse Natyrisht është nuk është gjë e kollajt po. për me kompozu, me kriju diçka. Natyrisht që sot ne gjojmë lloj gjanash, por nuk është të thonë me marrë shamën ma të keq. Unë kam për ta ditë, sepse kam disa demo i bëj me vete, me kitarë. Po kam ato pas sigurinet e mia edhe të kanë se... Ke shumë kërkesë ndaj vetes, me sa shoh. Kjo mund t'jetë. Edhe të kanë gjithmonë vetëm këngëtare, gjithmonë e shoqënuar prej tjerëve, kur e merr vetë në dorë me bë diçka është pak më delikate derisa ta mësosh. Po mendoj që duhet me lënë veten të lirë edhe po sforcu si planetën tënde që nuk jam sforcu për asnjë vend. Aktiviteti të mendon se duhet dhe mund të vijojë në Shkodër apo në Shqipëri, apo Josefina dhe mund të lëviz? Kjo është diçka që nuk mund ta them sepse është e ardhmja, po për momentin jam në Shkodër edhe po marr gjithçka që mund të marr për Shkodër. Në një moment tjetër besoj që kam me një vetë, kërkon mendja, trupi, shpirti, nëse kam mendosh diçka tjetër. Ndërkohë që aktivitetet e pritshme në Shkodër janë Ahengu Shkodran, janë Lulebora. Nuk e di, ke sinjale për të marrë pjesë? për njërin nga këto. Besoj që nuk e di a bën më thonë apo ja, po pse jo? Mund të kem një pjesëmarrje tek festivali Lulebora. Gjë shumë e bukur. Unë natyrisht edhe në emër të atyre që po na ndjekin dhe dëgjuesve të radios, të uroj shumë sukses, Josefin, sepse transmeton një zë të veçantë, një zë që lidhet bukur me atë çfarë këndon, me ndjesitë që t'i jep muzika. E transmeton shpirtërisht bukur këngën, ndjesinë e saj, dhe kjo të bën një artiste që ndjehet, që transmeton shumë sinqeritet. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë për atë çfarë jo vetëm çfarë the gjatë këtij programi, por për atë ndjesi të bukur dhe ecuri që lidhet me hapat më të menduar dhe serios që mund të marrë një artist në formimin e tij të përgjithshëm, në atë çfarë ai dëshiron të jap më të mirën dhe të ecë në shkallët e rrugës së tij të ngjitjes. Të uroj që aktivitetet e ardhshme të kenë shumë sukses, por edhe curia në një këndvështrim të gjerë të interpretimeve tuaja të jetë të tillë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi dhe jam një mjaft komode. Suksese shumë. Faleminderit shumë që ishte sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit. Të kam marrë malli, pse s'më kërkon